dhomat e avokatisë përpillojnë një listë të avokatëve kryesisht të çdo dhome. Njëherë në 3 muaj. Pra bëjnë një grafik, siç bëjnë gjyqtarët e gatshëm, pra gjykata, kryetari i gjykatës, gjyqtarët e gatshëm, siç bën edhe drejtuesi i prokurorisë për prokurorët e gatshëm. Dhe ne e kemi si detyrim që do bëjmë një grafik për avokatët të cilën do të punojnë kryesisht. Pra shënojnë emrin e dhoma, avokatët, dhe thotë unë duhet të jem avokat kryesisht. Ndërkohë ky avokat që kryesisht punon edhe në një... Po, punon. Dhe kryetari i dhomës shënon 10, 15, 20 avokat, sa janë, dhe bën grafikun. E ke ty të bie njëherë në 10 ditë, të bie njëherë në 20 ditë, pra njëherë 50, varet nga grafiku që të bie. Dhe këtë grafik ja dërgon prokurorisë, ja dërgon gjykatës, komisariatit të policisë. Me qëllim që kur të arrestohet XY, ta ketë aty grafikun. Por, çfarë ndodh? Oficerët e policisë, që janë të parët që kanë pritjen aty të ndaluarin, çfarë bëjnë? Nuk marrin sipas, nuk i zgjedhin sipas grafikut që ka përcaktuar kryetari i dhomës, por sipas njojeve, kur je femër dhe seksi, marrin atë. Kur je në një mashkull që je i korruptuar, që ndajnë pazaret, marrin atë. Kështu i përzgjedh. Pastaj shkon në prokurori çështja. E njëjta gjë ndodh dhe me prokurorin, sepse kanë avokatet dhe avokatët e tyre, që i kanë të preferuar, jo në bazë të listës që i ka shkuar, grafikut që i ka shkuar nga kryetari i dhomës lokale, ose të vendore të avokatisë.